Mirë se vini në këtë episod të Business Plus, ku sot do të ndalemi tek inovacioni në ndërtim. Konkretisht do të flasim për kompaninë Mante, e cila spikat për qasjen e saj moderne, për standardet e reja, por edhe për inovacionin që sjell në treg. E ftuara e ditës së sotme është CEO-ja e kësaj kompanie, zonjusha Angela Brahimaj. Faleminderit që pranova ftesën. Le ta nisim së pari me një prezantim të kompanisë, pra kush është Mante si kompani, çfarë prodhon, cili është aktiviteti? Atëherë, grupi Mante operon për rreth 20 vite në treg, më thonë jemi prezent për rreth 20 vitesh. Kryesisht ne jemi prodhues, domethënë jemi te sektori prodhimit. Do ta filloja kryesisht me prodhimin e paneleve sandwich, që është dhe produkti jon kryesor, e cila është një material që përdoret për ndërtim, për ndërtuar kapanone, zyra, parqe logjistike e tjera. Më pas duke vazhduar gjithashtu te pjesa e kioskave që ne prodhojmë, ose si quhen ndryshe modular building në anglisht. I kemi ndërtuar kantiere të mëdha, zona strehimi, shtëpi, zyra për shembull po të vini re te pjesa nëse ke parasysh kur shkon për aeroport, gjithë këto godinat e vogla që kanë makina me qira, ajo realisht është panel sandwich, domethënë produkti është produkti që ne prodhojmë dhe përdorim për të ndërtuar këto zyrat e vogla. Gjithashtu kemi dhe prodhimin e gjithë aksesorëve metalik që duhen për të ndërtuar një kapanon ose këtë zyrën komplet strukturë metalike, ne prodhojmë, domethënë prodhohet tek ne. Së fundmi, duke parë edhe trendet si janë në treg, kemi hapur një sektor të ri prodhimi që janë prodhimi i strukturave për bazamentet e fotovoltaikeve. Më thënë për energjinë green energy. Përdorim një material shumë inovativ, që aktualisht janë vetëm 2 fabrika në gjithë botën që prodhojnë, që quhet Magnelis, dhe Mante ka mundësuar për ta sjellë këtë material në Shqipëri, pse jo? Ju vini një tekst të vazhdueshëm tek ndërtimi inovativ si kompani. Në fakt, cila është diferenca mes një ndërtimi inovativ dhe një ndërtimi tradicional? Cilat janë avantazhet që ka në fakt një ndërtim inovativ edhe me produktet tuaja? Po, atëherë, paneli sandwich është një produkt që është prodhohet shumë shpejt, por në të njëjtën kohë edhe ndërtohet shumë shpejt. Domethënë të duhet shumë pak kohë nëse krahason me tullën ose betonin, që janë materialet si themi tradicionale të ndërtimit. Nëse ti përdor panel sandwich, ti ruan shumë kohë, domethënë, sepse themi të vërtetën, pjesa e ndërtimit duan sa më shpejt, duan të ndërtojnë shpejt, sepse kështu e tillë është procedura. Por gjithashtu do të teksoja që paneli ndryshe nga materialet e tjera ka një izolim shumë të mirë. Pra, shkuma që ka, poliurethana që ka në mes, sepse janë 2 fletë çeliku dhe shkuma në mes. Kjo shkumë ka një veti shumë të mirë për pjesën termike dhe akustike. Do të thonë izolimi që bën është shumë mirë dhe kjo realisht është një inovacion shumë i lartë, mendoj. Gjithashtu do të përmendja përveç produktit te fabrikën që ne kemi, që aktualisht që prodhojmë. Është një linjë italiane që do duheshin vetëm 4 njerëz për prodhim, sepse çdo gjë është automatike dhe inputi njëri është 0. Pra, ne investojmë shumë në teknologji, në inovacion dhe përpiqemi që të ecim me hapat e teknologjisë. Domethënë çdo ditë jemi duke parë update-et e fundit që janë bërë, çfarë do të shtojmë linjës për të eliminuar çdo gabim që mund të bëj inputi njëri. Ju jeni një kompani prodhuese dhe le të themi që produktet shqiptare janë disi të paragjykuara në vend. Ekziston në përgjithësi për të gjitha produktet. Si arrini që të siguroni në fakt cilësinë maksimale për produktet tuaja? Po, patjetër. Kjo do të thënë është një stereotip që padyshim nuk mund ta anashkalojmë, është për herë. Nëse shikojnë që është made in Albania, gjithmonë shkon paragjykimi, domethënë gjithmonë është ndodh. Ne sigurohemi që kemi realisht një ekip shumë specializuar për pjesën e materialeve lëndës parë që ne blejmë, sepse çdo gjë blihet jashtë. Sigurohemi që çdo gjë të jetë e cilësisë të duhur, ne të zgjedhim bashkëpunëtorët më të mirë që ka tregu, por në të njëjtën kohë kemi edhe certifikime, siç mund të them, certifikimet CE ose certifikimet ISO, që tregojnë që vërtet ky produkt është i certifikuar dhe mund të tregtohet në çdo vend të botës. Dhe shumë e rëndësishme, kemi një laborator që vërtet në kanë ardhur të lëndë të para, janë të një cilësie shumë të mirë, por produkti që ne nxjerrim, produkti final, çdo ditë kimistja jonë bën pjesën e matjeve, domethënë çdo ditë në fund të prodhimit ajo bën testet e duhura për të parë që
ky panel që ne po nxjerrim në treg, a është i një niveli të mirë? Sepse për ne, më thënë, një nga, do thëra edhe slogani i kompanisë është që cilësia është primare. Thënë është gjithmonë vend parë, kështu që. Cilat janë aktualisht produktet më të kërkuara nga kompania juaj dhe pse? Po. Siç të thash dhe më parë, në përgjithësi paneli ka një rritje shumë, ka një kërkesë. Por këto kohë kemi vënë re që ka një kërkesë për panelet frigoriferike. Ne prodhojmë panel që përdorim për dhoma frigoriferike, që janë domethënë një trashësi pak më e madhe, por ka një kërkesë goxha të lartë. Edhe një research që kemi bërë këtë kohë të fundit, shohim që jo vetëm në Shqipëri, por në përgjithësi në Europë pritet që të ketë një rritje shumë të madhe në kërkesën e paneleve frigoriferike. Një gjë tjetër që është në rritje, në kërkesë, është dhe paneli PIR, që është paneli që është kundra zjarrit. Ka kërkesë, edhe pse mund të jetë pak më i shtrenjtë, por shikojmë që ka një kërkesë dhe njerëzit po e kërkojnë këtë cilësinë ose këtë sigurinë ndaj produktit. Kështu që do të dyja do i theksoja. Patjetër nuk mund të lë pa përmendur pjesën e fotovoltaikeve, për bazamentet e fotovoltaikeve, për paqet fotovoltaike që ne prodhojmë, për materialin magnelis. Ka një interesim shumë të madh nga në treg. Normalisht klientë të ndryshëm kanë preferenca të ndryshme. Ju si zgjidhni këtë marrëdhënie me klientët për të personalizuar kërkesat që ata kanë, për të përshtatur me projektet që zbatojnë? Realisht personalizimi është një pikë kyçe te biznesi jonë, sepse çdo gjë personalizohet, bëhet në bazë të kërkesave të klientët. Duke filluar nga trashësia e panelit që ata kërkojnë, nga ngjyrat, sepse ka një gamë të gjerë ngjyrash, nga modelet që ka. Pra, është një marrëdhënie që shica tanë me klientët e mbajnë shumë ngushtë. Pra ne jemi aty patjetër për bisedën e parë që bëhet, për diskutimin e parë që bëhet, por do theksoja që një gjë shumë e rëndësishme është dhe pjesa mbasi ata e blejnë produktin. Pra, si është supporti mbasi, sepse ti mund ta blesh produktin, por supporti që ke mbasi e blen produktin është shumë i rëndësishëm. Dhe dua të them që realisht ekipi bën maksimumin për të qenë gjithmonë aty për klientin, pa marrë parasysh ditën ose orën, është gjithmonë atje. Ndërsa se flasim në përgjithësi për tregun, sa i ndjeshëm është ai për këto ndërtimet ekologjike, për ato që janë të eficient, që e përfshin eficiencën e energjisë, që dhe kjo ka marrë rëndësi. Nuk mund të flasim totalisht për një ndërgjegjësim të plotë të tregut, por si i shihni ju këtë pjesën e përgjithshme, e curinë pra? Po, jam dakord, nuk mund të them që ka një përgjithësi totale, por realisht ka një interesim, por shikojmë një ndryshim në trend. Duke filluar këtu nga hallka e parë që mund të jetë ai inxhinieri ose ai arkitekti që vjen te zyra jon, ose një biznesmen që ka një projekt të madh dhe vjen dhe interesohet edhe pyet që ky produkt, për shembull, po them carbon footprint, sa është i produktit ose sa është ndikimi në ambient. Pra, shikojmë ndryshe nga vite më përpara ka një interesim, domethënë njerëzit pyesin, interesohen, duan ta dinë se çfarë ka produkti jon ndryshe nga produktet e tjera në këtë aspekt. Ta kalojmë pak në aspektin personal, do të thonë, sepse është pak atipike që një vajzë të jetë në një sektor që dominohet kryesisht nga burrat, pra. Si ka qenë ky rrugtim për ju? Ose flasim pak edhe për fillesën, për arsimimin tuaj, backgroundin tuaj dhe si erdhi kjo qasje drejt kompanisë si familjes. Në fakt është një pyetje që ma bëjnë shumë shpesh. Nuk e para, shumë njerëz më pyesin që si është të punosh në një industri ndërtimi, ti je femër. Të them të vërtetën, çdo gjë mendoj nis që nga fëmijëria. Nis nga mënyra se si ti je rritur, si je edukuar, fryma në familje. Kam pas fatin që të rritem në një familje ku më kanë mësuar që nuk ka rëndësi gjinia. Rëndësi ka që ti ta duash punën, atë gjë që bën ta bësh me pasion dhe të japësh maksimumin tënd, dhe çdo gjë tjetër vjen vet. Pra, unë e kam pas shumë të lehtë realisht, nuk e kam parë si një vështirësi këtë pjesën e që të punoj me meshkuj ose të jem në një sektor që është kryesisht që është pak i perceptimi është që vizitohet nga meshkuj. Po mund të them ndonjëherë është më kollaj të punosh me meshkuj se sa me femra. Edhe ndodh kjo. Edhe ndodh ndonjëherë. Do të thonë kjo ka ardhur natyrshëm, do të thonë se normalisht është ju jeni rritur brenda kompanisë. Po unë jam rritur, unë që e vogël edhe gjatë pushimeve verore shkoja te kompania, babi për herë më kam mbajt me vete, edhe në takime që kishte, sado unë thjesht dëgjoja në atë kohë, por sado jam rritur me këtë frymë, dhe kur rritesh me këtë frymë,
kur je në moshën time të vjen shumë natyrshëm. A mund të flasim diçka për backgroundin tuaj, arsimimi, formimi? Unë kam përfunduar studimet në Austri në Vjenë, kam mbaruar për menaxhim internacional dhe bëra masterin e bëra për marketing digital. Pra, kjo pjesa e menaxhimit lidhet kryesisht edhe me shkollën që kam kryer. Si është një ditë tipike për ju, domethënë edhe arrini ndonjëherë që të shkëputeni totalisht nga biznesi për të marrë qoftë me pasionet të tjera tuaja? Po. Të them të vërtetën, dita ime nuk është kurrë e njëjtë me tjetrën. Çdo ditë është ndryshe. Një ditë mund të nisi me disa takime në Tiranë, ditën tjetër mund të jem në fabrikë në Durrës, një ditë tjetër mund të jem te pika jonë në Vorë. Pra, ku nuk është e njëjta. Ka shumë volum, të duhet ta them. Ndonjëherë kur shoh orën ka shkuar 3 ose 4, them që kur iku dita, kur mbaroj, ndërkohë kam shumë gjëra tjera për të bërë. Mjafton domethënë ajo. Fiks, kjo është. Por patjetër, mendoj që është shumë e rëndësishme pjesa e pushimit. Gjatë fundjavëve mundoj me familjen që të shkëputemi pak nga përditshmëria, sikur edhe jashtë Tiranës për një udhtim të vogël, për të shplodhur dhe për të marrë energji për të nisur javën. Pra, e gjeni këtë balancën mes biznesit dhe kësaj. Çfarë këshille do të jepnit një vajze që e sheh domethënë këtë sektorin e ndërtimit pra për të zhvilluar karrierën e vet brenda sektorit të ndërtimit, që siç e tham dominohet kryesisht nga gjinia mashkullore. Atëherë, do të thoja që të guxoj. Duhet të guxoj. Asnjë gjë nuk është e paarritshme, çdo gjë më shumë patjetër me punë mund të arrihet. Edhe do gaboj, patjetër, po nuk gabova, nuk mëson të thoja. Por është një industri shumë interesante. Të paktën për mua është shumë interesante. Ka shumë vend për rritje, ka vend për zhvillim, është shumë e gjerë, nuk është thjesht ndërtim, ka shumë pusha të tjera ndërtimi, aspekti që ti mund gjesh veten diku, por patjetër që një femër është aftë të bëj çdo gjë dhe pse jo, edhe këtë industri. Pra ju mendoni që Shqipëria ofron këtë mundësi për të zhvilluar edhe? Mendoj që po. Çfarë do të thotë në fakt për ju sukses në biznes? A është vetëm të jesh me fitim si kompani, apo të bësh diferencë, apo të kesh një lloj ndikimi? Patjetër, fitimi është një indikator shumë i rëndësishëm që tregon suksesin e një kompanie. Por për mua personalisht edhe ana shpirtërore është shumë e rëndësishme. Domethënë që ti të ndjesh në fund ditës atë kënaqësinë është një sukses në vetvete. Pra që ti të shohësh një projekt të realizuar nga klientët e tu, që ata janë të lumtur ose të shikosh frymën e mirë të stafit në punë, mua më kënaq shpirtërisht. Por sukses, të them të vërtetën, do të quaja nëse e shoh branding e madhe, të përhapur në çdo shtet të botës. Pra prezenca për ta zgjeruar. Keni plane në fakt zgjerimi jashtë Shqipërisë? Ne aktualisht të bërëm në shumë shtete të botës, përveç një projekt i fundit ka qenë dhe në Amerikë që ne bëm, në Europë, po në Ballkan pa diskutim kemi rishica në çdo shtet. Por patjetër, bota është e madhe, ka kontinente të tjera, Afrikë, Azi, pse jo? Ku e shihni në fakt e mantën pas 10 vitesh me vizionin që keni ju si CEO? E shikoj të përhapur sidomos në Europë. Pra, duke pasur atje, pse jo, një linjë tjetër prodhimi, duke bërë shitje atje, duke pas kompani si që kemi në Ballkan, që kemi rishitje, duke pasur edhe në Europë, por pse jo, edhe me gjerë në Amerikë, s'do ishte keq. Cili është një projekt që ju ka bërë ju bën të ndjeni krenare personalisht? Kjo është një pyetje pak e vështirë, në fakt, se janë shumë, por patjetër çdo projekt ka të rëndësinë e vet si thuash. Por projekti që realisht të bëjnë krenar janë ato që bëjnë jashtë Shqipërisë më shumë, sepse këtu mund të përmend një projekt që ne kemi bërë në Paris, në lagjen Foncé, pra ne kemi ndërtuar komplet pjesën e kantierëve të ndërtimit, ku ata kanë ndërtuar metron në qendër të Parisit. Gjë që për një kompani shqiptare që të besohet një projekt i tillë mund të them që është sukses, është edhe eksperiencë që ti e marr dhe e aplikon pastaj në shtete të tjera. Sepse ne mësuam atje shumë gjëra, pa diskutim. Por që ndihesh krenar sepse thua, okay, më është besuar ky projekt kaq i madh në një vend të tillë. Edhe është shumë interesante në fakt sepse nuk kam dëgjuar për kompani të tjera. Po, realisht po. Do përmend edhe së fundmi para një muaji ne kemi qenë në Panajir, në Greqi. Ishte viti i parë që merrnim pjesë në një panajir internacional jashtë Shqipërisë, ku pritëm shumë mirë, të vërtetën, më erdhi shumë mirë për të parë
sepse unë në fakt edhe jam lindur atje, kam lindur në Greqi, edhe gjuhën e flas dhe shkojmë shumë shpesh me prindrit. Më erdhi shumë mirë që kishte një interesim shumë të madh, edhe shkoi shumë mirë. Më bëhet shefi. Cila është ajo filozofia që ju keni në punën tuaj? Pra, në rast se mund ta përshkruajmë me një fjali. Pra, çfarë filozofie ndiqni në punën tuaj? Do të thoja një fjali, do të thoja cilësi, shpejtësi dhe kapacitet. Nëse do të thoja 3 fjalë për mandën, këto janë. Sepse realisht kemi cilësinë, kemi kapacitetin, gjë që na ndihmon, por edhe shpejtësi, të treja këto. Të 3 cilësi që ndoshta ju garantojnë dhe këto zgjerimin që keni, domethënë edhe planet tuaja për në vijim. Faleminderit shumë që ndave këtë bisedë me ne. Shumë kënaqësi. Dhe ju uroj shumë suksese në sfurimin tuaj. Faleminderit, bashkë do të shihemi në episodin tjetër.